më reagum, shpenzimi kapital për një shtëpi të njerëzve të më shumë. Ishte një shumë 100 diçka mijë dalën, ndërsa atja s'ka fillu kur gjë më ndërtu dhe dolën për të thënë mos del tha i ka marrë për mbarusi. Po du me dalë aty të kontrata kolektive. Unë këtë probleme kam rredhe kur kam qenë më përpara asamblejës, hala po vazhdon 4 vjet qeverist, 5 vjet. A mund është më të regu, a ka ymyt që në qitë qeverin tjetër kur të merne, nëse e merne, që zgjidhet që kjo problem rëvëllasa është u bo dami madh komunave prej kontratës kolektive. Mos ma thoni që se keni bojo se e dim kush e ka bëhat kontratë, po qysh po e doni mi u qas me zgjidh, sepse me të vërtet, unë i kam analizu disa prej qytën e pagesave. Bene, një mësim dhanë se ka shfrytzu një drejt që e epë që e ligji prej kontratës kolektive, 60% ka shku për avokat edhe për përmbarus, kjo është të të mërshme, dikush ka fitu shumë prej saj. Dikush ka përfitu shumë prej saj dhe tash nëse një për statuseve të vetme të Kuran Muratit me cilin janë pajtuar. Po shtrydhme e po ndrydhme për mjallatu 100 euro njerëzve pro pensionistëve dhe ato që realisht janë shumë devojshme, sepse njerëz ka nevojë në kesh të jetu, e në anën tjetër po përfitojnë avokat me këtë shablon i kanë ato që i bojnë kërkesat gjykatës. Shablon veç emrin janë ndryshojnë. Edhe e fitojnë atë gjysh pa fije problemi, po na u bon milioner, disa avokat po na u bon përmbarus, sepse diçka është ka dënë me ndryshu. A mundu me marrë një zotim për ju që soj qështë e keni ju qasë edhe me zgjidh një problem, sepse është problemi madh. Kjo është një çështje me cilën drejtësia do të më marrë, jo Ministria e Financave. Po Ministria e Financave dhe qeveria i qënë ligjet në parlament edhe ligjet ndryshojnë. Let merët gjyqësori me qa ka ndodhë dhe jenë. Talëm në të përgjigjet. Kontrata kolektive është, si që dini, është në nështru pa kur farë procedure, pa budget. Tash mos në ashtejani, na edhim që ka po tjerë. Qa do të bëjmë me ndru? Ja, po s'mujna tash veç me thonë. E qovë se Bedri Homza thëtë që në zgjidhët si të problem është ati merë do vuta. Nuk mund është me logarit, po s'mundët me thonë Bedri Homza ato, s'mund është me logarit, me më kërku logari mu ma te për zgjidhje, se sa për ato që e ka shkaktu problemin. Ata që e kanë shkaktu problemin, kanë nënshkru paligjshëm edhe si pas vetë komunave, dami financiar është në 150 milion euro. Ku ke pati, dikush me nënshkru edhe me i shkaktu dëm bugjetit në 150 milion euro, edhe prokuroria mos më marrë hiq me ta. O në regull, ligjet ama ndërtohen, ligjet ndryshohen. Po katastrofë, po për që ta keni fitu në 2021 me 50%. Edhe kemi qu vetingun, unë po du një zgjidhje. E kemi qu ligjin për KPK-n, normalisht në i ka rëzu njerë gjykata kushtetuse, për kundër që ka qenë në vijë me Komisionin e Venedikut, por e kemi riprocedu. Pra ne jemi mundu me bëna reformën drejtësi. Kjo është një problem me cilin do të më marrë drejtësia, jo ministria. Drejtësia do. Nuk ka ligj, s'ka ligj këtu, është kontratë, s'është ligj. është e paligjshme. është nënshkruar mbi baza të paligjshme. Mirë, po gjykatat u anjohin si të drejtë, sepse gjykata thot qeveria është dashur me i rregullu procedurat e brendshme. Tash nëse dikush i ka shkel procedurat e brendshme, do të më vënë llogari. Po fatkeqësia është që shfuqizuar kjo kontratë, është shkput kjo kontratë dhe dami është kufizuar aty. Domthonë është një pjesë e një kontrate, siç e dini. Mirë, po nuk mund të shfuqizohet në mënyrë retroaktive. Ose s'paku ky është parimi juridik që na sqaru. Dami që është bë komunave ka emën dhe mbi emën. Prokuroria duhet mu marrë me ata njerëz. Prokuroria duhet mu marrë me ata njerëz. Sepse ne nuk muj me legjitimu shkelje ligjore. Çto problemi? Me qenë që prokuroria ish marrë me ata njerëz, dikush jep llogari, ne sigurohemi që ky nuk bëhet precedent. Por nëse tash ne e legjitimojmë një shkelje të tillë, kjo shumë lehtë shkaktohet në precedent dhe pastaj kushdo që mund të jetë në pushtet, që i shko menja... A ka në instrument përveç gjyqësorit që mundet mund zgjidhë që kjo problem o vlla, se jemi keq për komuna. Vetëm gjyqësori, sa i përket abuzimit të përmbaruesve, unë kam postu për këtë çështje. Unë kam kërku edhe me nis hetimet për këtë çështje. Pra mbetet të shihet se çka po prodhon sistemi juridik. Por zakonisht... Unë pak i besoj, ju thamë sinqerisht, sepse kam shkru. Po këtu e kemi problemin. I kena pas syt, zgjedhëm një subjekt tjetër, pa ndryshime, kanë ecë pa ka dalë. Po tash te sistemi juridik,
Pajtohem me jo.